besimtarët thanë, dukesh vazhdimisht duke thënë, Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. O Allah, na e tregon të vërtetën, të vërtetë, na e bë ta shohim të vërtetën, të vërtetë, dhe na mundëso ta pasojmë atë. O Allah, na e tregon dhe na mundëso ta shohim të kokën si të kokë, dhe o Zot, na mundëso që t'i largohemi asaj. Tha dhe motër, duhet që njeriu me shon modest, duhet që njeriu me shon i thjesht. Thjeshtësia është cilësia e besimtarit. Modestia është cilësia e besimtarit dhe besimtares. Nuk i shkon muslimanit me shon votu, nuk i shkon muslimanit me shon me ndjamat, sado t'jesh i ditur, sado t'jesh orator, apo sado t'jesh ndjekës dhe pasues, ti gjithmonë duhesh me shon mirënjohës ndaj Allahut lartësuar. Gjithmonë duhet me pas kokën ul para të Madhit Zot, se ti pa Allahun e lartësuar, se ne pa Allahun e lartësuar, asgjë nuk kemi këtë dynja dhe në dynja.